Të paktën 58 palestinezë janë vrarë si pasojë e bombardimeve izraelite në rripin e Gazës gjatë natës dhe mëngjesit të së njëjtës, sipas raportimeve nga 3 spitale lokale. Sulmet ajrore u përqendruan në zonat e banuara, duke goditur shtëpitë e civilëve në mesnatë dhe shkaktuar viktima në mesin e grave dhe fëmijëve. Vetëm të martën më shumë se 400 palestinezë humbën jetën, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, ndërsa sulmet e fundit kanë rënduar edhe më tej situatën humanitare në territorin e rrethuar. Një nga goditjet më të rënda ndodhi pranë qytetit Han Yunis, afër kufirit me Izraelin, ku një shtëpi u shkatrua plotësisht duke vrarë të paktën 16 persona. Mes viktimave ishte një baba me 7 fëmijë, si dhe prindërit e një foshnje e 1 muajshe, e cila mbijetoi bashkë me gjyshërit. Spitali Evropian, i cili ndodhet pranë zonës, konfirmoi praninë e trupave të pajetë të viktimave. Ushtria izraelite kishte urdhëruar evakuimin e banorëve në fillim të javës, por shumë familje kishin mbetur ende në shtëpitë e tyre për shkak të mungesës së strehimit dhe sigurisë. Izraeli filloi bombardime të martën, duke e prishur anëpushimin që kishte ndalur përkohësisht luftimet dhe kishte ndihmuar në lirimin e disa dhjetra pengjeve. Qeveria izraelite e fajson Hamasin për rifillimin e konfliktit, duke deklaruar se grupi militant nuk e pranoi një propozim të ri për anëpushim, ndërkohë Hamasi ka deklaruar se do të lirojë pengjet e mbetura vetëm në këmbim të një anëpushimi të qëndrueshëm dhe tërheqjes së plotë të Izraelit nga Gaza. Përveç bombardimeve, Izraeli ka ndërprer furnizimin me ushqim, karburant dhe ndihmë humanitare për rreth 2 milion palestinezë që ndodhen në Gaza, duke përkeqësuar më tej krizën humanitare në territorin e rrethuar. Administrata amerikane, e cila më parë kishte ndërmjetësuar anëpushimin, ka deklaruar mbështetje të plotë për veprimet e Izraelit, ndërkohë Hamasi ka shprehur gatishmërinë për të dorëzuar pushtetin tek autoriteti palestinez ose një komunitet pavarur, por refuzon të dorëzojë armët pa një zgjidhje përfundimtare të konfliktit dhe njohjen e të drejtave të palestinezëve. Me dhunën që vazhdon të përshkallëzohet, perspektivat për një zgjidhje të shpejtë mbetet e pasigurt, ndërsa komuniteti ndërkombëtar bën thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të luftimeve.